Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë orakullin e dashurisë dhe disa nga mesazhet e letrave Tea. Dhe fillojmë. Për kontakte personale, Instagrami im është Tea Tarot 2025. Faleminderit. Dhe fillojmë. Çfarë thot orakulli i dashurisë për ditën e sotme? Jeni një femër shumë e kompletuar. Keni fuqinë, dashurinë, keni mbrojtjen nga energjitë negative, jeni e zgjuar dhe plot energji pozitive. Ju vjen shumë shpejt një kalorës. Ky kalorës është një kalorës i cili vjen drejt jush me këtë tufë lulesh dashurie në duar. Pra është një kalorës që vjen shumë shpejt, sepse te ky kalorës ju jeni një femër hynore. Pra jeni një femër në sytë e tij shumë e dashuruar. Ju dini të harmonizoni në çdo moment, dini të harmonizoni jetën tuaj, sepse çdo e mirë ka një të keqe, dhe çdo e keqe ka një të mirë. Dhe ju këtë dini ta harmonizoni në jetën tuaj gjithmonë. Kemi letrën e kopshtit. Letra e kopshtit është një letër e cila tregon për një person i cili mediton dhe në pjesën e meditimit ai shijon këtë natyrë të mrekullueshme të kopshtit të tij. Këtë gjelbërim, këtë natyrë, këtë mrekulli, këtë magji që sjell universi në kopshtin e tij. Këto ishin disa nga mesazhet e orakullit për ditën e sotme. Tani do të marrim mesazhet e dashurisë për ju që jeni të dashuruar, afër, larg, pra disa nga këto mesazhe të dashurisë. Ne kemi: ka nevojë të arapiset dhe të ri larg jush. Është kurioz për shoqërinë tuaj. Në çdo moment është kurioz për shoqërinë tuaj. Shpesh herë dyshon tek dashuria juaj. Pra ka të pjesën e dyshimit. Je frymëzimi i tij në çdo moment të jetës. Të do me shpirt dhe me zemër në infinit. Të shikon në ëndër çdo natë. Të kërkon falje për gabimet që ka bërë në jetën e tij. Pra gjithmonë kërkon falje. Të mendon në çdo moment të jetës së tij. Pra gjithmonë në mendime për ty. Në çdo moment të jetës ai mendon për ty. Është romantik dhe shumë i ëmbël. Është i fiksuar thot mbas teje. Në mënyrë gjithmonë në çdo moment është i fiksuar mbas teje. Mendon çdo natë si të takoj, pra si të arrijë takimin me ty. Thur plane për këtë takim në infinit. Pra në çdo moment ai thur plane. Jeni të lidhur të dy shumë nga ana shpirtërore, pra keni një lidhje shumë të fortë shpirtërore në jetën tuaj. Ai vjen shumë shpejt për t'u takuar me ju. Këto ishin disa mesazhe të letrave Tea për ditën e sotme. Faleminderit.